Deputetja Duda Balje, gjatë ditës së sotme ka konfirmuar informacionin që qarkullon se asaj është ofruar të bëhet profesoresh në shkup në kombim të votës për Albulena Axhiun. Balje në emisionin Këndi i Debatit në një lidhje direkte ka jep detaje për personin i cili ja ka ofruar pozitën e profesoreshës në shkup në kombim të votës së saj. Për këtë ajo është shprehur se personi i cili ka ofruar që të bëjë kombim të votës është pjesëtar i UÇK-s. Është një doktor prej Kosovës, është pjesëtar i UÇK-s. Edhe e respektoj shumë edhe unë e di se ai është duke më përcjell edhe personi e di se kush është edhe për respekt, nuk po tregoj më shumë, është shprehur ndër të tjera Balje. Avukati Tom Gashi në emisionin Këndi i Debatit ka komentuar ngërçin e Kuvendit të Kosovës ku menjëherë pas përfundimit edhe sot të Kuvendit, deputetët janë deklaruar ku ajo që mori vëmendje ishte deklarata e deputetes Duda Balje. Tutje për deklaratën e Balje Gashi është shprehur se është vetëm një spektakël i bërë nga deputetja. Kjo çka bëni, ajo është spektakël që bëri aty sepse deklarata e saj kishte me qenë shumë serioze, nëse se kishin pasur prokuror serioz me kësi deklarimesh që ajo të thotë diçka pa e thënë, sepse nuk ka përmend emra që kinse e kanë telefonuar edhe nuk ka thënë që i nje ata që thot dikun para disa vitesh ka kontaktuar për postë profesoreshës, e thashe ka thirr dikush që nuk e din i ka afru në atë punë edhe në kombim, është shprehur ai. Gashi po ashtu ka theksuar se kjo situatë duhet të cilësohet si serioze dhe duhet të merret në pyetje nga prokuroria. Më pas, prokuror më të fortë se këta që janë edhe i thojnë në cilësinë e dëshmitares nuk ka të drejtë me rejt. Edhe atëherë kjo do të kishte qenë problem, ose për deputet, ose për lëvizjen vetëvendosje, ose për Duda Baljen, mirë po duke e pa jo seriozisht prokurorive tona që faktikisht situatat të tilla edhe duke pa manipulimet dhe duhet të dëshmojnë për deklarimet të rrejshme, kjo situatë kishte me qenë shumë serioze, shprehur Tutje Gashi.